gatishmëri edhe vullnet politik, besoj që ka pas nevojë për një ndarje pak më të qartë, ndërmjet asaj që është politikë qeveritare, edhe buxhet, edhe në asaj që është, le të themi, insistim i presidentës. Një pjesë nga këto çështje që janë diskutuar nga presidentja nuk janë në domenin tim, pra nuk kam mundësim për t'i adresuar, për shkak që dolin për te Ministrisë së Mbrojtjes. Një dy gjëra që janë kushtimisht me thonë vullnet politik që s'kan të bojnë me presidentën. E para është një marrëveshje që është nënshkru për fabrikë të municionit. E kuptoj që para zgjedhjeve ka pas një farë efekti, po ashtu e kuptoj që në 2025 me sa kuptoj asë një tull s'ka mu qita, po? A ka mu bo diçka? Jo, në fakt, tani kur po flasim, në Republikën e Turqisë janë duke u prodhuar pikërisht makineria, është duke u prodhuar makineria për prodhimin e këtyre municioneve. Ne kemi nënshkruar kontratën me 16 dhjetor të vitit të kaluar dhe me njëherë, pas nënshkrimit të asaj kontrate, kompania shtetërore në Turqi MKE, që është kompani nën Ministrinë e Mbrojtjes së Republikës së Turqisë, ka filluar për prodhimin e makinerisë e cila do të prodhoj municionet 5.56 dhe 7.62 në Republikën e Kosovës. Ne bazuar në marrëveshje që kemi bërë, bazuar në atë kontratë, në fund të vitit të ardhshëm, pra në fund të vitit 2026, në pjesën e dytë në fakt, të vitit 2026 do të jemi të gatshëm për prodhimin e këtyre dy llojeve të municionit. Një marrëveshje tjetër pritet nënshkruhet, këtë muaj, po më duket 13-ën? Me 13 sheshor, po. Është për herë të parë do të nënshkruhet marrëveshja kornizë e mbrojtjes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Çfarë nënkupton marrëveshja kornizë? Ne kemi nënshkruar një marrëveshje të tillë me Republikën e Turqisë vitin e kaluar, me 29 janar. Është ndër marrëveshjet më të rëndësishme që bëhet në fushën e mbrojtjes, sepse adreson shumë çështje, shumë orientime të bashkëpunimit, pra do të mbuloj një periudhë prej vitit 2025 deri në vitin 2030, pra një periudhë 5 vjeçare, dhe të adresohen shumë çështje për bashkëpunim, duke filluar nga trajnimet dhe ushtrimet e përbashkëta, për të vazhduar të blerjet të sistemet të armatimit, të mbështetjes së SHBA-ve për forcën e sigurisë së Kosovës, për identifikimin e nevojave për armë strategjike, pastaj kemi bashkëpunim për qëndrueshmërinë kombëtare, pra ne dihet që kemi miratuar programin e mbrojtjes gjithëpërfshirëse, dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të na mbështesin në ndërtimin e kapaciteteve edhe jashtë FSK-s, pra për herë të parë po adresojmë një bashkëpunim që del përtej FSK-s në fushën e mbrojtjes, me saktësisht të institucioneve tjera në aspektin e qëndrueshmërisë nacionale, dhe çka është risi në këtë marrëveshje është edhe aspekti i bashkëpunimit për bashkëprodhim dhe bashkëinvestim në fushën e mbrojtjes. Bashkëprodhim dhe bashkëinvestim me Shtetet e Bashkuara. Me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që normalisht mbeten partneri ynë kryesor strategjik.